pavarësisht reformës zgjedhore, duket se fushata elektorale për Bashkinë e Tiranës ka nisur pavarësisht faktit që nuk kemi një datë të caktuar se kur do të mund të votohet në Tiranë, sepse dekretin e zotit Bega i ka kthyer mbrapsht gjykata kushtetuese dhe ka ende Bashkia e Tiranës në fuqi një kryetari i cili ndodhet në arrest me burg. Megjithatë, ne do të mund të analizojmë së bashku figurën e zotit Flor Binaj, sepse për zonin Manastirliu kemi folur edhe e dim që është një figurë politike që vjen nga një parti e madhe si kundër është Partia Socialiste, ku zoti Rama e ka prezantuar si kryetaren e parë femër të Bashkisë së Tiranës. Po zoti Flor Binaj, një aktivist i njohur, një figurë e mirë e televizionit, humorist dikur, ka vendosur të dalë në garë i vetëm pa u shoqëruar nga eksponent të politikës. Si shikon zgjedhjen pikëparë të zotit Binaj pa dhe shoqërimin e përfaqësuesve të lartë të politikës të së djathtës, se kam fjalën këtu, do të ndikojë kjo në një farë forme tek rezultati i zgjedhjeve tek ai? Do ndikojnë shumë faktorë, gjëja e parë që do ndikojnë në zgjedhje. Dhe jemi për herë të parë në një garë të vërtet për Bashkinë e Tiranës? Jo, nuk besoj, sepse ka shumë rrethana pse unë kam këtë mendim. E para është që gjendja e opozitës, e cila është forca kryesore politike e Shqipërisë dhe e Tiranës për të përballur Partisë Socialiste, është shumë e rëndë. Opozita është një gjendje vegjëtimi, vendqëndrimi, mos reflektimi, mos introspeksioni, nuk sheh nga vetja, nuk pranon fare realitetin. Po dhe majoranca nuk është në një pozicion shumë të mirë pas asaj me zotin Veli. E marrim dhe atë në analizë, po i arrim pa këtu. Pra, nuk përpiqet të kuptoj realitetin fare, edhe duke mos përpiqet të kuptoj realitetin, edhe zhytur në inkoherencë, sepse Partia Demokratike ka vënë që ka shumë inkoherenca. Çfarë thot sot, nuk thot nesër. Po, zoti Binaj nuk del nga Partia Demokratike, pra është një figurë më vete pavarësisht se mbështetet nga ata. Nuk ka ndonjë njeri i pavarur. Po të ishte i pavarur do flisim me zotin Binaj. Ai ka thënë jam i pavarur, gjithsesi vlerësoj mbështetjen dhe kërkoj edhe mbështetjen e qytetarëve. Ai do kërkoj vota si votuar edhe majtas, pse jo? Nuk mendoj se një kandidat i pavarur, i vetëm zoti Binaj, po kushdo qoftë, do merrte shumë vota në Shqipëri përballë dy partive të mëdha. Pra ai synon të marrë votuesin e opozitës shqiptare me vete. Partisë Demokratike. Edhe elektorati ngrihet, ka thënë. Edhe atë ka thënë, por pa votuesin e partisë, pa votuesin e opozitës, që është nuk ufite 30 deri 48-50%, pa themi, po i bie një interval shumë të madh, nuk ka ku shkon ai. Pra ai në radhë parë do marrë votuesin e opozitës, opozita do të jetë galvanizuar, shpresë plot dhe që ngjall besim tek njerëzit që t'i japi këto vota këtij, se po nuk i pati këto nuk ka se jep këto vota këtij. Ky vetë nuk ka fuqinë të marrë dosë, nuk mund të marrë dosë janë vota të opozitës. Pra gjëja e parë është kjo, hambari i madh i votave, shumë i madh i votave që ka opozita si potencial, nuk do jetë në dispozicion të zotit Binaj për shkak të gjendjes së rëndë të opozitës. Opozita ka shumë kohë, ka ndoshta që nga viti 2008 ose ndoshta nga viti 2013 tamam fare, që nuk e pranon realitetin. Që nuk sheh nga vetja. Po mos e ka pranuar realitetin dhe në këtë zgjedhje nuk ka dalë me një kandidat të saj si forcë politike. Po ka thënë do të mbështesë. Po shumë thjesht që edhe publiku që na dikton. Partia Demokratike nuk ka nxjerr kandidat në zgjedhje sepse askush nuk pranon dalë kandidat në zgjedhje. Pra, figurat kryesore të Partisë Demokratike që mund të ishin rival potencial për zonën Manastirliu, zonja Tabaku dhe zoti Ali Mehmeti nuk pranuan dalin në zgjedhje sepse dinin që deti humbje e thellë, e qartë dhe e plotë dhe do i godiste ata politikisht. Figurat e tjera partijake nuk kanë relevancë, nuk kanë pesë madhe politike për të qenë popullor në Tiranë. Ku diun kryetari, sekretari i përgjithshëm, kryetaret e tjera. Pra figurat, kështu që është e qartë që Partia Demokratike është në krizë të plotë, nuk nxjerr dot kandidat. Pra, Partia Demokratike unë duhet të flasim me gjuhë tjetër, po më duhet të flas me gjuhë. Jo, më thjesht që ta kuptojmë publiku. Partia Demokratike i heq përgjegjësitë nga vetja nëse zoti Florian Binaj nuk fiton zgjedhjet në Tiranë. Partia Demokratike nuk ka as ç'a heq dhe as ç'a shton më përgjegjësi nga vetja. Partia Demokratike nuk ka pranuar të nxjerrë kandidat. Pse s'ka pranuar të nxjerrë kandidat? Sepse nuk ka fuqi të garojë. Pse s'ka fuqi të garojë? Sepse nuk ka figura me potencial që mund të grumullojnë vota që ta realizojnë zonën Manastirliu. Pa ka pranuar kapitullimin dhe dështimin e plotë. Nuk të pikë mbaron historia e Partisë Demokratike. E ka pranuar kapitullimin. Patjetër, mirë po për të larë disi vete, sepse ka thënë që ne nuk i bojkotojmë kurrë zgjedhjet, po e kanë pikë statutore në një mënyrë. Atëherë ka thënë që do mbështesë kandidat nga shoqëria civile dhe kanë përkrahur kandidaturën e zotit Binaj. Tani shkojmë te zoti Binaj. Zoti Binaj mund të jetë njëri i mrekullueshëm, unë nuk e di. Por e çmoj përpjekjen e tij për të qenë aktivist politik, me aktivizëm qytetar, për të thënë disa gjëra që disa kauza të mira. Por unë nuk besoj që politika mund të bëhet me njerëz që nuk kanë mendim politik dhe nuk e kuptojnë politikën dhe nuk dinë, nuk i kanë treguar publikut çfarë pikpamjes politike kanë ata për rendin, për taksat, për
pushtetin vendor, për ndarjen e pushteteve, për urbanistikën, për arkitekturën, për fshatin, për qytetin, për martesat gay po doni juve, pra për çështjen e për ndjekure. E ka zonja Manastirliu këtë? Po ajo është një socialiste, e thekur. Ajo ka pikpamjet i ka partijet që ka Zoti Rama. Edhe ajo nuk i ka treguar të gjëra, po të gjithë besojnë që profili i saj është profili një zyrtare, burokrate të bindur brenda Partisë Socialiste, që ka drejtuar ato ministri që ka drejtuar si burokrate, siç ka dashur Rama. Dhe tani do drejtojë siç do Rama, pra pak a shumë ato që do Rama do kjo. Pra kryetari i Bashkisë Real do të jetë kryeministri Rama. Nuk do jetë zonja Manastirliu. Besoj që është e qartë për gjithë publikun shqiptar. Partia Socialiste nuk ka qenë kandidat zonja Manastirliu, ka nxjerrë për kandidat kryeministri Rama i kamufluar nën ombrellën apo veshën apo fytyrën si do petkun e zonjës Manastirliu. Partia Demokratike s'ka nxjerrë fare kandidat. Ka lënë vetëm Ramën. Partia Demokratike tani për të kaluar këtë situatë të sikletshme, pa pranueshme në fakt, sepse nuk mund të jesh një parti politike aq më tepër që pretendon të marrësh qeverisin e vendit kur ti nuk hyn në zgjedhje. Se kjo smundje e Partisë Demokratike është faqur në të gjitha bashkitë ku ka zgjedhje, edhe në Borrell, edhe në Vlorë, edhe në Cerrik, edhe kudo. Pra do të them që zoti Binaj çdo që të jetë nuk vjen nga një karrierë staturë politike, që të ketë bindur njerëzit që ai ka energji politike dhe mendim politik dhe forcë politike dhe pikpamje politike. Shikoj, di pse i them të gjëra unë, se në fund ç'është politika. Edhe nuk është përguzimi atyre që janë më të ditur se unë. Politika është të kesh disa ide politike, të bitesh njerëz që këto janë idetë më të mira për vendin, të bitesh janë më të mira si idetë kundërshtarit. Po mirë, se kemi dëgjuar zotin Binaj që thotë gjëra. Po ky është problemi pra. Sepse njeriu nuk mund të dalë një ditë të garojë për kryeministër dhe këto janë pikpamjet e mia. Pra pikpamjet nuk paraqiten ditën kur bësh kandidat. Ti ke një karrierë që vjen deri këtu. Po më dakord, kjo nuk e përjashton mundësinë, ai është nuk por inshallah fiton, shiko. Dakord. Po jo gjithmonë një figurë politike duhet të garojë. Unë dëshiroj shumë që të fitojë dhe unë vetë do ta votoj zotin Binaj me dëshirë dhe me shumë dashuri. Deklaratë publike kjo. Patjetër unë nuk jam kundër zotit Binaj, unë jam me zotin Binaj. Okej. Po them këtë gjë që me gjithë dëshirën time për këtë punë, nuk mund të jetë njeriu aktivist qytetar dhe garon për një postë të rëndësishëm. Or mendoj unë kështu. Okej, nëse zoti Binaj do të fitonte zgjedhjet, të supozojmë, marrim anën tjetër të medaljes. Fitoria kujt i fatorohet? Partisë Demokratike në radhë parë, pastaj zoti Binaj në radhë dytë. Qëse do ndodhë, sepse thash herë, nuk mund fitoj dot zoti Binaj pa hambarin gjigant të votave që ka opozita shqiptare si potencial alternativ ndaj qeverisë. Kjo nuk është sigurt fare. Pra, ai po garon pavarësisht që thotë jam i pavarur. Ai po hyn aty duke bërë llogaritje vota opozitës do vite unë. Pra, Partia Demokratike do ketë lloj fuqie organizative dhe galvanizuese, ideologjike dhe ku diun politike që ato potencial votash të ma sjell mua. Unë do shtetet mia thotë Binaj që mund të jenë ato votat që thatë juve, votat e zonës gri, nuk e di sa mund të jenë ato, edhe për supozohet me këtë lloj llogarie mund të kapërcet pragu që të dilet një vot mbi zonën Manastirliu. Pra nëse do ndodhi kjo, me të këshoj takon Partisë Demokratike që ka arritur të galvanizojë bazën dhe votuesin e vet, por edhe që gjeti kandidatë zoti Binaj që e ndihmoi të galvanizojë bazën. Pastaj zoti Binaj i cili ka këtë lloj potenciali që prodhon të gjë. Por unë mendoj dhe më vjen keq ta them, më vjen shumë keq ta them, me gjithë votat time pro zotit Binaj të hapur fare, edhe familjes time jo vetëm të timen, sepse nuk është imponuar familjes time, por familja ime pak a shumë ne mendojmë një lloj, ne jemi familje që kemi si gjithë familjet shqiptare. Nuk jam nga ata që thënë tani që mendojnë ndryshe për sa familjes nga unë apo.